بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعوا مقربين روح وريحان وجنة نعيم وأما فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله ربنا الأعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
nderuar mysafir, zonja dhe zotrin, mirë se keni ardhur në vënjën e Gurthemelit të xhamisë së re të fshatit Greshnis. Në emër të banorëve të fshatit, më lejoni të përshëndes përfaqësuesit e Bashkësisë Islame të Maqedonisë, Haxhi Zotri Bahri Efendi Aliu, kryetari i Bashkësisë Islame të Maqedonisë, Zotri Muhamet Hyseini, kryetari i shoqatës ilmie në Republikën e Maqedonisë. Zotri Tasim Teufiki, kryeshef i të punësuarve në Republikën e Maqedonisë. Muftiun e Miftinisë së Kërçovës, Zotri Murat Efendi Hyseini, me bashkëpunëtorët e tij, pjesëmarrësit e këtij tubimi. Në vazhdim ftoj Zotri Skender Xhabiri të prezantojë përpara jush referatin në emër të gurbetçarëve tanë. Të nderuar të pranishëm, të nderuar mysafir, mirë se keni ardhur në vënjën e Gurthemelit të xhamisë së re në fshatin Greshnit. Kam nderin që në emër të gurbeqarëve tanë që gjenden me punë të përkohshme në Zvicër, si dhe në vende tjera të botës, të prezantoj përpara jush këtë referat të shkurtër për të pasqyruar rrjedhën e realizimit të këtij projekti të rëndësishëm për banorët e këtij fshati dhe më gjerë. Kjo ide lindi përpara disa viteve, mirë po u pezullua përkohësisht për shkak të realizimit të sistemit të ujësjellësit të fshatit. Duke ju falenderuar Zotit për kurajon që na ka dhënë, si dhe mirëkuptimit të qytetarëve të fshatit, jemi të bindur se ky projekt do realizohet me sukses. Xhamia e cila ekzistonte deri para do kohe nuk i plotësonte as kushtet elementare për kryerjen e riteve fetare. Prandaj vendosëm që së bashku me strukturat vendore të përgatisim dokumentacionin e duhur, si dhe lejet e nevojshme nga ana e organeve kompetente për realizimin e këtij projekti madhor. Vlen të theksohet se edhe historia e këtij fshati është e lidhur ngushtë me xhaminë e vjetër, për shkak të vjetërsisë së saj e veçanërisht me çështjen e flamurit kombëtar, i cili u balbis në minaren e kësaj xhamie në kohët më të vështira të sistemit monist dhe i mbrojtur në mënyrë më dinjitoze nga banorët e fshatit, për të cilën ky fshat ndihet krenar. Ishte pas saj vështirë vendimi për prishjen e kësaj xhamie, që vjetër mbi 150 vjet, e mermetuar disa herë, por në mungesë të vendit ishim të obliguar për një gjë të tillë, për të ndërtuar xhaminë e re, e cila do krijoj kushte më të mira dhe do mund të imbledhë të gjithë banorët e këtij fshati, por edhe më gjerë. Le të jetë si objekt simbol i besimit, mirëkuptimit, paqes dhe tolerancës në mes njerëzve. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen në këtë ditë të bekuar. Zoti ju shpërblet. Këshilli për ndërtim, kryetar Sefer Rahmani i Zvicër. Selamu alaikum. Tani ftoj imamin e fshatit, Zotri Mehmed Ali Bexheti, të përshëndes këtë manifestim solen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammedin alayhi salatu wassalam, ashrafun nabiyyin wa khatamul anbiya wal mursalin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. قال الله تعالى في آيته الكريم الله جل جلاله mbas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na urdhon në thot fjalën e tij. Falënderimi i qoftë Allahut i cili na udhëzoi në këtë fe islam. Nuk do të ishëm të udhëzuar nëse nuk ishte udhëzueshmëria e Allahut xhel xhelal. Përshëndes xhamatin tim të nderuar dhe modest, të rëndom të intelektual, këtu në vend dhe plot merita gurbeçare, me idenë të përbashkët të kësaj ëndre të kahmoshme. Me gjithë xhamatin personalisht edhe unë, përshëndes lartëmadhësinë e meshihatit Bashkisë Islame në Republikën e Maqedonisë, kryetarin Haxhi Bahri Ali Efendi, me bashkëpunëtorët e tij. Gjithashtu përshëndes miftinin e Bashkisë Islame në Kërçov, në krye me miftin Murat Hyseinin dhe bashkëpunëtorët e tij. Po ashtu përshëndes imamët, hoxhallarët
prisët e emanetit Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe misafir dhe vendat. Përshëndetje e ime personale, gjithashtu e xhamatit në gjithësi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zoti na urdhon në fjalën e tij të përmendon, thuhet në Kur'anin e Kerim, xhamiat i ndërtojnë ata të cilët besojnë në një Zot, dhe ditën e fundit, dhe falin namazin dhe japin zakatin, deri në fund të ajet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam gjithnjë nga ka udhëzuar dhe na ka thënë, kush ndërton një objekt fetar, Zoti ja ndërton një shpinë xhenet. Allahu Gjelle Gjelaluhu gjithashtu na urdhnon në fjalën e tij, Qawla bila bismillah, o ju njerëz, ne juve ju krijuam prej një mashkull dhe femre, dhe ju prom kryesues dhe prisa, udhëhecës në përfise, por me u njohuar dhe mësuar dhe bashkuar, se më i ndershmi dhe më i vërteti te Allahu Gjelle Gjelaluhu është, më i devotshmi, më besnik. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në fjalën e tij të shenjtë na urdhon thotë, kush e kap rrugën e dritës, rrugën e Kuranit, fjalën e Allahut Gjelle Gjelaluhu, përfundon në xhenet. Po kush e kap rrugën e errësirës, rrugën e drejtësit, ignorancës, përfundon në skëter xhehenem. Urimet të përbashkëta, bashkëtar, gjithashtu mësafir, edhe ju kolegë të nderuar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Përhahet qoftë ky objekt fetar, e Zoti na bekon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولمن تبعه إلى يوم الدين. Të nderuar vëllezër musliman, të nderuar të pranishëm, u përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Që në shqipt do të thot, paqja, mëshira dhe begatit e Allahu Gjeleshanuhu qofshin mbi ju. Të nderuar të pranishëm, në emër të muftinisë së Kërçovës dhe në emrin tim personal si mufti, edhe unë u bashkangjitem për shëndetjeve të kësaj nxënëses dhe ju uroj që të kaloni çaste të këndshme këtu në këtë vend. Të nderuar të pranishëm, Muftinia e Kërçovës vitin 2006 do ta mbajmë mend, për shkak se ishte 16 prilli i vitit 2006, ku neve për herë të parë në Muftinin e Kërçovës, gjithësisht në qytetin e Kërçovës, shtim gur themel për një ndërtim të xhamisë së re, e cila ndërtohet pas 200 viteve në atë vend. Gjithashtu do të mbahet mend edhe 16 qershori këtu në fshatin Greshnic. Duhet të thekë se viti 2006, prilli dhe qershori me të vërtetë do të mbahen mend në historinë e kësaj muftinie, për shkak se në qytetin e Kërçovës u vu gur themeli, ndërsa në fshatin Greshnic u vun 2 gur themele për ndërtim të xhamijave. Dhe për atë e lusim Allahun Gjeleshanuhu që këto xhami ta luajnë atë rol si që e kanë luajt në të kaluarën. Pra, ti edukojnë breznat e ri që do të vinë pas. Këtu në këtë vend, si që e përmendi parafolsi, ka pas xhami e cila pas ka qenë ndërtuar para 150 viteve, që i ka shërby këtij fshati. Dhe për atë, të nderuar të pranishëm, neve, xhamia, na ka mësuar gjithmonë se si ti lutemi Allahu Gjeleshanuhu, si ta besojmë pejgamberin Muhammedin alayhis salam,
si ta besojmë Kuranin Azimushan dhe rregullat e tij, dhe si të sillemi me parsinë e njerëzve dhe si të sillemi me njerëzit në përgjithësi. Kjo është edukat fetare, kjo është edukat morale, që këtë edukat e kemi gjetur në xhami. Dhe për atë këtë rol xhamia dëshirojmë që ta luaj edhe më tutje. Allahu xhelle shanuhu në Kuranin Azimushan thot: Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna li yutfi'u nur Allahi bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Sadakallahu al-azim. Ka pas njerëz që në kohën e pejgamberit alayhis salam, po edhe deri tani, po veçanërisht në ish sistemin, kur njerëzit ndoshta të profileve të ndryshme, por më tepër prej atyre intelektualëve, na mësonjën neve në përshkolla prej vjetit 50 e deri në rënim të atij ish sistemi, se nuk ka Zot, nuk duhet të besohet në Zot, nuk duhet të besohet në ahiret, ndërsa imami në xhami u thoshte popullit muslimanëve, thuni se kushtet e imanit janë 6. Amentu billahi ve melaiketihi. Besojmë në Allah dhe besojmë në melaqe dhe ashtu me radhë krejt. Pra, me një fjalë, neve kemi demonstru forcën e imanit për 50 vite dhe për atë ani se ka pas prej atyre, si që e ceka në ajetin, se ka njerëz të cilët duan që ta shkymin, ta fikin dritën e Allahu xhelle shanuhu, rrezatimin e islamit bi afwahihim, me gojat e tyre, duke thënë se nuk ka Zot, nuk ka Islam, nuk ka Kur'an, ose ky Islam, ky Kur'an dhe ky pejgamber i takon shekullit të 7, të 6 ose më tutje, dhe feja islame e ka kryer atë punë. Jo të nderuar të pranishëm, Islami ka qenë aktual, burimor dhe do të jetë deri në ditën e Kiametit. Dhe për atë të nderuar të pranishëm, e lutim Allahun xhelle shanuhu që me të vërtetë në këtë formë të shërbejë xhamia, të edukojë rinin, të edukojë të gjitha kategoritë e shoqërisë njerëzore dhe në këtë formë të ecim përpara. Se neve si shqiptar mundemi të ecim përpara vetëm duke ndërtuar kësi objektesh dhe duke ndërtuar objekte për të mësuar qofshin shkolla fillore, të mesme apo universitete. Pra, me besim dhe me shkencë hecet përpara. Dhe në fund, shkurtimisht edhe një 2-3 minuta do të më lejoni të tregoj një tregim në formë edukuese, kështu që dikush e ndërton një xhami me djersën e tij, me forcën e tij, në emër të Allahu xhelle shanuhu. Ju e dini si xhamia ka të ndërtuar mjaft në Ballkan dhe në këtë botën, dhe një mbrëmje thot: Ja Rabbel Alamin, nuk dija ma ke pranuar këtë punë të hajrit. Në ëndër i paraqitet thot: Po, e ke të pranuar këtë punë të hajrit, por edhe ortakut të jo t'i jash pranuar. Dhe ky shkon te mjeshtri kryesor dhe i thot atij, thot: Unë thot e ndërtova xhamin vet, kush është ai ortaku jam? Thot: Ai nuk di. Çashtu thot, më duket kaloi një plak një ditë, e kishte një blok në duar dhe tha: O mjeshtër, punë marr, selam aleikum, aleikum selam. Dëshiroj që këtë blok ta vendoni në murin e kësaj xhamie. Hajt për të thashë, ne kemi shumë bloka, s'na duhet ky blloket. U lutem shumë për tepër. Dhe e vendon atë bllokun aty dhe thot: Ndoshta çaj bloku i atij mos jetë ai ortaku i jot. Me një fjalë, me këtë duhet të them, të nderuar xhamot, se ai i cili do ta financojë, do ta ndihmojë, po bile edhe me një blok, edhe me diçka të vogël, që thot pejgamberi alayhis salam, ai i cili financon në xhami jep diçka edhe shumë pak me qenë ajo, Allahu xhelle shanu atij ja ndërton një pallat në xhenet, edhe neve ta dim se duhet ta ndihmojmë pa marr parasysh, mos thotë dikushi, ja që unë me i dhon 1 dinar ose 5 dinar, mos vall, mos jem pak. Nuk jam pak, për atë do të Allahu xhelle shanu do të na dhurojë xhenetin inshallah. Dhe kur neve do të aktivizohemi, kur neve do të mobilizohemi, do të mobilizojmë forcat e jona, atëherë shumë shpejt do ta kryejmë dhe do ta lëshojmë në përdorim këtë xhami. Dhe për atë në fund, pra e lut Allahun xhelle shanuhu që të na ndihmojë
neve dhe juve dhe të krejt të tjerëve që nuk gjenden këtu në këtë vend, ose që do ta përcjellin përmjet mjeteve të informimit. Allahu Gjeleshanu të na ndihmuaj sa më shpejt ta ndërtuajmë dhe Allahu Gjeleshanu inshallah të na shpërblejë me xhenet ya Rabbel Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemi nderin e veçantë që në mesin ton gjendet Zotri Bahri Aliu, kryetari i Bashkisë Islame, të marrë fjalën dhe të përshëndes të pranishmit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Falënderimet, lavdatat I takojnë vetëm Allahu Xhaleshanuhu, krijosit të gjithësisë. Salatet, selamet të dërguarit të tij të fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të nderuar dhe të gjithë shokëve të tij, sahabeve dhe atyre të cilët ndoqen dhe do ta ndjekin rrugën e drejtë deri në Kiamet. Më lejoni që në emër tim dhe në emër të riasetit të Bashkisë Fetare Islame, në emër të organeve tjera të Bashkisë Fetare Islame, të uroj që ky gur themel të jetë me bereqet, ashtu siç kur ka qenë me bereqet edhe xhamia e parë, por edhe të gjitha xhamit tjera të ndërtuara prej kohe në territoret tona shumë të nderuara. Njëherit, unë këtu do përpiqem të jem pak më I shkurt shkaku I ditës xuma, shkaku I ibadetit që na pret. Mi po është e rëndësishme që të dim dhe të përkujtojmë në fakt rolin e xhamisë, rol të cilën realisht e paraqet edhe ajeti kuranor të cilën lexova pak më parë. Dhe qëllimi I parë dhe I fundit I ndërtimit të xhamisë është ibadeti. Ibadeti I cili ose përmes të cilit njeriu ndërton, njeriu e formon, njeriu e ngren vetveten e vet në kuptimin fetar, në kuptimin shpirtëror, por kuptohet se edhe në kuptimin njerëzor dhe e fundit që është shumë e rëndësishme për territoret tona, për vendet tona, edhe në kuptimin kombëtar dhe në kuptimin e gjuhës të cilën ai e flet. Duke nisur nga ky ajet kuranor, praktikisht shifet edhe qëllimi kryesor ose parsor I ndërtimit të xhamisë. Qëllimi I parsor është që aty të bëhet ibadeti, dhe tjetra, duhet të kemi parasysh se përmes ndërtimit të objekteve të xhamive, ne realisht ndërtojmë gjeneratat e reja. Në këto xhami, përmes ibadetit, përmes mësimit fetar, përmes ngritjes intelektuale të gjeneratave të reja, ne realisht krijojmë kushtet dhe parakushtet për ngritjen e gjeneratave të reja, gjeneratat të cilat mos mendoni se dikush do të mund të arsyetoj vetveten, po që se eventualisht na ngelin bazdore, qoftë në këtë dynja, qoftë edhe në botën tjetër. Prandaj, nisur nga kjo, ne e kemi një histori shumë të bujshme. Nisur nga kjo, ne e kemi realisht baz veti një biografi të themi shumë të shëndosh si shqiptar, për arsye se mos kishte qenë xhamit, të jeni të sigurt se edhe fara e shqiptarit do të ishte qetërsuar, sikurse që janë qetërsuar popujt tjerë të Ballkanit. Në këtë kuptim, ne këtë nuk e themi me mburje për arsye se jemi musliman. Ne këtë nuk e themi me mburje për arsye se jemi shqiptar, por e themi me mburje shumë të fortë, për në emër të dyjave e kemi rujt gjinin ton njerëzore, kemi rujt gjinin ton fetare dhe dhe të arrujt gjinin ton edhe kombëtare dhe forcet të cilën jemi. Prandaj, sikur të mos kishtë xhamia, sikur mos të kishtë hoxha, jemi të sigurt se në këto troje vështirë sot ne do të shih marrë vesh në këtë mezhlis ku jemi të bashkërisht. E them këtë duke u mbështetur gjithashtu në histori. Ju me siguri do t'ju kujtohet kur do të përmenden emrat e hoxhallarëve të vjetër. Emrat të cilët nga sistemet e ndryshme, nga regjimet e ndryshme
ka qenë shumë vështirë, mos të them rrepsisht e ndaluar që të përfitohet. Mirë po, ne sot jemi pasardhës të Ibrahim Dalliut, ne sot jemi pasardhës të Abuxhari Korçës, jemi pasardhës të Imam Vebi Dibrës, të Hafiz al-Gjinakut, të Recep Bokës, hoxhallar të cilët janë nisëmtar, por në fakt ka qenë edhe rilindasës kryesor të rilindjes kombëtare shqiptare dhe fetare në troje tona. E keqe ka qenë se nga arsyet objektive ose subjektive, dikush i ka pas shumë vështirë që të përmend dhe të ruaj këto figura historike. Ndërsa, ju jeni vetë dëshmitar se xhamia ka qenë i vetmi vend ku janë përmend me mburje dhe me guximin më të madh rilindasit tanë, praktikisht hoxhallarët tanë, por në fakt janë përmend ata të cilët ka dhënë kontributin e vet që të ruajnë farën e shqiptarit dhe farën e muslimanit në këtë troje. Prandaj, ju sot si fshat i Greshnicës, ju sot si xhamat, ju praktikisht vetëm se e kultivoni jetën fetare, e kultivoni jetën kombëtare dhe njëherët e kultivoni dhe e vendoni në baza më të shëndosha dhe më të forta ngritjen e vlerave fetare, ngritjen e vlerave kombëtare, ngritjen e vlerave të njerëzit, vlera për të cilat sot rrallë civilizim mund të flet në përjashtim të civilizimit islam. Për arsye se nëse dikund ato vlera kanë ngel të shkruara dhe jetësohen sot e kësaj dite në jetën e përditshme, ato vlera jetësohen vetëm se në Kurani Kerim, jetësohen në jetën e përditshme të muslimanit dhe në jetën e përditshme në mjedisin dhe në rrethanat tona. Prandaj, ki gur themeli kësaj xhamie, çdo mend se është me të vërtet një argument i ekzistencës dhe mbi ekzistencës tonë në këto troje dhe në këto vende. Këtu nuk duhet të harrohet edhe kontributi i gurveçarëve, kontributi i atyre të cilët djersën e vetë e terdhin në për Europë, ndërsa bereqeti i asaj djerse shihet sot në këtë vend në gur themelin e kësaj xhamie. Shihet në gur themelin e xhamisë së 16 prillit. Por jemi të sigurt se ata gurveçarë nuk do të harrojnë vendin e tyre për arsye se vetëm vendin e të cilën ka ra koka ti je sigurt sa ai vend është i yti. Ndërsa vendet tjera janë vende vetëm për të mund të eksploatosh, të mund të mbjetosh, por e fundit përsëri do të kthesh në atë vend ku të ka ra koka. Dhe prandaj, në funksion të tërë kësaj që përmendëm, unë fitoj edhe një nga rasti që në emër tim dhe në emër të riasetit të uroj që kjo xhami me të vërtet të lunë 3 rolet kryesore të veta, ashtu sikur që e luajnë edhe xhami tjera. Roli i parë është ibadeti, edhe tjetra është shkollimi, arsimimi i gjeneratave të reja, dhe roli i fundit, që është shumë i rëndësishëm për mjediset tona, simboli islam, që nënkupton edhe simbolin ton kombëtar, gjithmonë dashur Allahu xhaleshanu që të valoj në Greshnicë dhe në këto male të cilat të jeni të sigurt se do të dëshmojnë në ditë të kiametit për njësinë e Allahu xhaleshanu, do të dëshmojnë për kontributin që kemi dhënë ne, por do të dëshmojnë gjithashtu për guximin dhe vendosmërinë tonë që ne jemi ata të cilët kemi premtuar prej ezelit dhe deri në kiamet se kemi lind musliman, vdesim musliman. Dhe në këtë kuptim jam i sigurt se xhamia, të cilën ne sot e vënë gur themelit në këtë vend, do të ketë këtë funksion dhe dashur Allahu xhaleshanu që së shpejti të reflekton kontributin e asaj në kuptim praktik. Wassalamu alaikum. Ndri Hadi Beshiri të lexoj disa ajete kuranore. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله ربنا الأعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله الذي أمر خليله ببناء بيت الله الحرام، وقال تبارك وتعالى أيضا في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي قال في حديثه: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم آت أجرا جزيلا لمن صار سببا وعان وسعى لوضع الحجر الأسود أساسي لهذا المسجد، واجعلها أن يكون للصلاة والزكاة وأداء الصلاة مع الراكعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا أديت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا عدوا إلا هزمت ولا هاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل ثوابا كثيرا من ما طلع من هذا المجلس
بنسبة الوضع الحجر الأساسي أولا وبذات إلى روح نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح جميع أنبيائك والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لله الفاتحة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله